Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama sërish ishte këtë javë në Gjermani. Ai u prit këtë radhë edhe nga kryeministri i Landit të Nordrhein-Westfalis Hendrik Wüst, por edhe nga një grup protestuesish që kërkuan dorëheqjen e tij. Në një intervistë me Deutsche Welle, Rama tha se nuk ka ndërmend ta jap dorëheqjen. Dorëheqja nuk ka qenë, nuk është dhe nuk duhet opsion për një arsye shumë thjeshtë. Sepse unë jam mandatuar së bashku me Partinë Socialiste nga 868.000 shqiptarë për të realizuar misionin e mbylljes së negociatave për anëtarësimin në Bashkimin Evropian. Dhe ky është një mision historik që nuk mund të lihet në mes. Ndërsa vendi përballej me pasojat e motit ekstrem, qeveria federale miratoi këtë javë edhe një nga paketat më të mëdha të reformave që përfshin tregun e punës, sistemin social dhe ekonominë. Paketa parasheh ndër të tjerash ulje taksash për familjet me të ardhura deri në 60.000 euro në vit, rritje tatimit deri në 47% për punëmarrës me të ardhura të larta. Paketa e pensioneve parashikon që të punohet më gjatë, për mini-jobet pra punët e vogla, taksa rritet nga 2 në 5%, ende mbetet e hapur, nëse për këtë punë do të duhet të paguhen edhe kontribute pensioni. Po ashtu në të ardhmen nuk do të lejohet më marrja e raportit mjekësor me telefon. Raporti do të kërkohet që nga dita e parë e sëmundjes. Lehtësojnë rregullat më shumë në favor të punëdhënësve, do të ketë pra më shumë kontrata të kufizuara në kohë pa arsye konkrete. Gjithashtu do të shtojnë kontrollet ndaj abuzimeve me ndihmat sociale. Këtë javë u mor dhe një nga vendimet më të rëndësishme që i përket edhe shtetatëve të Ballkanit Perëndimor, ashtu siç ishte paralajmëruar qysh në marrëveshjen e koalicionit, qeveria federale vendosi që ta përgjysmojë kontingjentin e punëtorëve të pakualifikuar që do të vinë në Gjermani që të punojnë me kontratë pune nga 50.000 që ishte parashikuar më përpara në